Rrethanat janë të tilla që kemi të bëjmë, unë i kam shkruar, investim strategjik, ta kuptojmë, ta shpërndajmë. Investim strategjik është 400 miliard euro për naftën. Ke fituar gjë, po i kaloj telegrafikisht. Nafta shkon det, në ankon e vjen prapë. Ti e merr më shtrenjtë, si gjithë vendet e tjera të rajonit apo edhe të Europës. Ke investuar 20 miliard euro për energjinë e ujit të eceve, ja me ku është Dimitër, përfaqësuesi i eceve, që kemi luftuar. Skandal ku ti s'ke pikuj në burim, në qesëm, në male, në fusha, s'ke pikuj deri ku lumi bashkohet në fushë. Ke investuar 120 miliard euro, a më shumë miliardë, në banja në ece, banjë, mullicet, ke fituar gjendje kur. Ke investuar nga Butini deri në Karabrun, ke investuar komplekse strategjike me emra konkret, s'ka që quaj. Oligark, ti nuk shkon dot në Bredet. E njëjta gjë, thyet, tash i dim ke Zvëneci. Nuk është çështje Zvëneci, e ta mirë zonja Meri, çështja është shumë më e madhe se kaq. Ku në çdo vend është maisur një problematik dhe secili vjen ose në egon e një komuniteti, e një rajoni, e një problematike, ku thot Ciceroni i është përdhosur digniteti. Komunitetit, lagjes, qytetit, individit, familjes. Nga Zvëneci, që kohët dhe Zvënecia, deri në Konispol, ndë një emri Muhamet, ti do i quash Dimitër, ti do i quash të futjakot një emër, dhe ti quash automatikisht një shteti tjetër që është grek, apo bulgar, apo macedons, apo e tjerë. Kjo është një vendim shumë obuzes për Shqipërinë. Po ke një ligj, një sekatrës, që çdo person që vjen nga jashtë, të interesohet të mënyrë urgjente shteti, njësia administrative, komuna, bashkie, ta pajisë me pasaport, që do të thotë që ta 10.000 punojës, me Zvëneci si shembull, ta 10.000 punojës janë pikërisht ata që do vinë, jo ne që jemi. Pra kemi të bëjmë me një shtet. Sa shtet dhe kombë që jemi ne, që ta duan ta shpërbëjnë, që duan ta, është i vetmi shtet në botë që nuk ka 40 kombe brenda, 70 kombe si ka Turku, Izraeli. Nuk kemi bëjmë tu me Flamingo, që duan ta shpërdorojnë mendimin. Fare, po kemi bëjmë që do ta shpërndajmë me një zonë detare, e cila e ka të paprekur, rrerën, ka dunën, ka një pyllën më të lartë se duna, ka një lagunë më të ulët se deti. Dhe janë këto 4 element janë të detit, që quhen këto perandorake, që neni 20, këtu do dalim nëse ka që avokatët, do dalim që neni 4 i ligjit 2020, thotë që kjo është tokë pa tjetër shtushme. Atë si mundi ky e tjetër shtushme të tokë? Me aq sa e njoh unë atë gjë që është duke u zhvilluar aty. Ky është një moment historik. Kjo është një protestë që nuk mund të kontrollohet as nga i grupi që përjashtoi njerëz, as nga grupi që është këtu apo nga grupet tjera. Po të ishte për të vënë nën kontroll, ka shumë më të zotët se sa ne që e vënë në kontroll për 2 ditë. Kështu që duke qenë se ajo është një protestë qytetare, nuk mund të kontrollohet nga askush. Maksimumi që ai grup bën aty është që të orientojë mikrofonin kujt ja japi, kujt mos ja japi. Ne duhet të synimi kryesor mendoj unë është që kjo protestë të vazhdojë, të mos shuhet në ditë të ndijnë, të ketë sa më shumë njerëz që vinë jo nga forcat politike. Le të jenë edhe ato prezente, nuk ka problem, por që ajo fryma që mban gjallë është qytetaria që vjen nga qytetarët e thjeshtë që e mbështesin këtë. Një nga format që mendoj unë se mund bëhet kjo është që ne mos përballemi dhe as mos e sulmojmë atë grup i cili ka mikrofonin. Mënyra më e mirë e jona, sipas mendimit tim, është që ne të kërkojmë takimin në një tryezë të madhe, të ngjashme me tryezën që bën opozita me të gjitha forcat politike, ne ta bëjmë me intelektualët dhe jo si tentativë për të vënë në kontroll protestën, por si një mundësi që ne intelektualët, nuk po fshi veten, po them si nizmëtar, ne intelektualët jemi ndërgjegjësuar dhe mbështesim të tryezë dhe të protestë, dhe kjo protestë tani ka nevojë për një kohë, për një orientim, për dalë me pika konkrete. Për mendimin tim, në qoftë se ne kërkojmë zgjedhjet parakoshme, është gabim. Zgjedhjet parakoshme fitohen nga ky. Ne duhet jetë një qeveri teknike. Dhe duhet përdor për mendimin tim, duhet përdor metodologjia që përdoren të rinj në Nepal, që emri i kryeministrit qeverisë teknike të hidhet turmës për votim.
ta votojnë ata aty emrin. Kemi 4-5 emra ne, intelektuale që kemi zgjedh dhe ata ta zgjidhin aty. Kjo është forma e cila bën nul çdo tentativë të tjerëve për ta vënë në kontroll. Protesta ka shkuar për 2 ditë kilometra larg Shqipërisë që jetojmë. Dhe forcat politike, shoqëria civile, të gjithë i ka gjetë pa përgatitur. Si do arrim qëllimin? Është strategjia, është dhe taktika. Skënderbeu kishte taktikën që i bashkoi shqiptarët dhe luftonte në front në një pikë. Nuk u hodh deg më deg. Ne po u hodhëm deg më deg, ne do mbetemi pa gjë hiç. Jo të bashkojmë këte, po të bashkojmë atë. Të marrim kombin, kombi ynë po shkatrohet, shteti ynë është shkatruar, Shqipëria është shkatruar, po shkatrohet dhe kombi. Si do arrim këte? 1, 2, 3. Të paralizojmë institucionet, të blokojmë rrugët, do t'i bëjmë kërkesë BE-s dhe shteteve të tjera ndërkombëtare, do t'i bëjmë thirrjes pakut, apo do ta marrim nga parlamenti. Cila është rruga që do ndjekim? Mos u merrni me hollësira. Nuk është zvërneci. Zvërneci është maja e icebergut. Mos u futni në për këto. Jo del, jo pos del, jo do ham, pos do ham. Është gjithë Shqipëria shkatruar. Po edhe në Korçë po ndodhin këto. Do na prishin universitetin neve, do bëjnë një gjimnas, do bëjnë një stadium i madh. Këto po ndodhin kudo në tërë Shqipërinë. Kështu, që neve duhet kemi taktikën dhe strategjinë. Nëse i nisesh një rrugë, ku do arrish? Në cilën pikë do arrish? Ke do ke shok e ke do kesh mik. Nuk do bëjmë armiq. Nuk na intereson të nisim luftën me Greqinë, me Maqedoninë e me tjera. Ne na duhet sa më shumë miq, bashkim, të kalojmë menjëherë këtë situatë kaq të vështirë. Nuk ka situatë më të vështirë se kjo. Vetë si personalitet edhe si gjendje psikologjike dhe psikike, Edi Rama, po nuk do ta marrë si krahasim të rënd, po Edi Rama therr edhe zaun e tij për të mbajtur pushtetin. Të tjerë di çfarës. Megjithatë, ai ishte një nga frikacakët më të mëdhenj që ekziston në shtetin shqiptar. Po ju themi kuriozitet, nuk është sekret, nga Këshilli i Ministrave deri në Surrel 250 trupa të gardës civil dhe ushtar e shoqërojnë. Llogaritë se kudo që vete, gjithë taracat e gjitha, s'ka rëndësi kjo. Rëndësi ka, diskutantët tanë. Duhet, Shqipërisë duhet, duhet, si që theksu dhe parafolësit, të qeveria të doriqet, që është shumë e vështirë, po megjithatë në bazën e presionit brenda vendit dhe ndërkombëtare ata kanë për të vërejtë. Duhet bëhen ndryshime. Duhet kaloj një qeveri teknike të paktën 6 muaj. Duhet të ndryshoj kodi zgjedhor. Mazhorancë e pastër, kush dole ty? Jo me emrime nga kryetar partisë drejti si që kanë katandisur këtë gjendje. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që protestat e rinisë të vazhdojnë, po jo vetëm këtu, në gjithë Shqipërinë të bën ajo që e shkatron këtë vend, këtë qeveri dhe këtë regjim kriminal është bllokimi autostradave dhe rrugëve. Nëse i bllokon, por në perspektivën e ardhshme shumë të shpejt është shkatrimi suportit që ka kjo qeveri dhe këta bandit, prokuroria dhe gjykatat, të cilat e mbajnë në këmbë këtë regjim. Nëse do të kishim gjykatat pavarura që do zbatonin kushtetutën, do zbatonin kodet e procedurave civile, penale, kryesisht penale dhe po civile, dhe nuk do të guxonte jo Edi Rama, po askush, edhe do ishin burg të gjithë. Ne kemi një parlament kukull i cili duhet me njërë të shpërndahet, pa llogaritur presidentin. Presidenti është hajvani më i madh që mund të ketë patur Shqipëria paktën 1000 vjet. Një robot që çfarë komandojnë. Është katastrofë. Asnjë e drejtë e këtij populli nuk zbatohet. Askush nuk mendon për këtë popull. Vetëse ta shtypin, ti marrin votën, ti lërojmë nënën, më fal për shprehjen se po e them, edhe miliardat të që po fitojnë. Nuk mbahet më këta. Unë kam kaluar dhe në ekstrem dhe kam kërkuar që rikthimin e dënimit me vdekje me fuqi prapa vepruese, lere Europën, qa flet, me fuqi prapa vepruese për tradhti të lartë. Qoftë... Kodi penal se kanë hequr. Jo, atë hoqën, po hoqën dhe për gjyqtarët në 2008-ën, kur bë marrëveshje për bashkët dhe u prish kushtetuta midis, hoqën edhe dënimin penal gjyqtarëve për vendimet të padrejta dhe antiligjore. Është një lëvizje që Shqipëria se ka parë që nga viti 90 deri më sot. Dhe
nuk e dim ditën nesër. Asnjë nuk e di sepse lëvizja është jo mbar kombëtare, por është ndërkombëtare dhe ka marrë për masa të jashtëzakonshme. Kjo lëvizje nuk përçahet. Sado të mundohen nuk përçahet. E para, e dyta, të mendojmë për ekonominë, mendojmë për shitjet, mendojmë për ligjet e tjera, janë shumë vonë do vinë. E para njerë që ne nuk mund t'i vëmë asnjë epitet këtit që është sot në pushtet, ky është ai që është, e ka quar këtë vend atje ku e ka quar, prandaj është ngritur ky popull, mbar kombëtar e ndërkombëtar, që nesër do sjellë rezultate akoma të ndryshme për shoqërinë dhe për gjithë kombin shqiptar, dhe lëvizja që bëhet është ta mbështesim të lëvizje, ta ruajmë të lëvizje, pasaj çfarë do bëhet nesër, do lindi nevoja për një referendum barkombëtar, e cila do ndryshoj ligjet që nga viti 92, një pjesë të ligjeve që nga viti 92, duke filluar nga kushtetuta, ku na ka ardhur e keqja nga viti 92, dhe deri më sot është një diçka enigmë që do kërkoj kohë dhe terapia për ta shëruar të gjithë pasaj ose për qeveri teknike, qeveri se si do vije, se si do dali kjo qeveri, askush nuk e di pa çka se këta që janë pushtet kërkojnë ta përçajnë dhe të marrin vesh se kush është organizatori kësaj lëvizje, kush e financon, e promoton, e tjera, nuk ka për të arritur qëllimin, dhe ajo qeveri që do vi teknike do jetë qeveri e përkohshme, do jetë teknicien, çfarë do jenë, do t'ju duhet një kohë gjatë që qëndrojnë në atë karike për të rregulluar një paketë ligjore, e cila do t'i japi mundësi të gjitha atyre lëvizjeve kombëtare, popullore, sepse mund të ketë ndryshim kufish. Ideja mund të jetë edhe për bashkim kombëtar. Detyra jonë është të ruajmë të pastër të lëvizje, edhe të sjellëm sa më shumë njerëz në protestë. Kjo protestë është një protestë që është zhvilluar në mënyrë spontane, që as vetë ne nuk e dinim fakt që do ndodhte një protestë e tillë, se ishim mësuar me këto protestat rutinë të partive që hedhin gazin e tjerë. Atëherë, ajo që mendoj unë që është urgjente, është që kjo protestë mos të fiket, domethënë hovi kësaj mos të ndalet dhe të bëhet më fuqishme, të jemi sa më kompakt, të jemi më të qartë dhe që kjo protestë të ketë edhe synime të qarta dhe gjithë ato folësit që flasin aty të jenë të qarta në ato që thonë, të ketë një drejtues tek folësit, jo të gjithë mund ta marrin telefonin, atë mikrofonin dhe të flasin, por të jenë sa më konciz, më të përmbledhura idet, më të qarta dhe pse jemi mbledhur këtu dhe ato parulla që ato thirrjet të jenë të qarta, bind se për dëgjuesit e tjerë që nuk dalin dot dhe në protestë, pra këtë frym ne nuk duhet ta ndalim, po të jemi bashkëpunëtor, bashkëmbështetës, sepse këta të rinj nuk i gjejmë më. Duhet të them dhe këtë që duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse kjo qeveri ne e dim që përdor gjitha format. I përkas idesë që t'i kontribuojmë me gjitha mënyrat dhe mjetet rritjes së aktivitetit protestues, rritjes forcës dhe qëndrueshmërisë protestë, sepse qeverisja është super e kriminalizuar, e me në qeverisja të kriminalizuar, as protestja, as këto tjera gjëra që i dim që vinë pas protestave, nuk janë shumë të lehta. Madje jem duke po se çfarë terrori psikologjik, administrativ ndiqet mbi gjithë, edhe mbi ata që flasin atje ke protesta. Së dyti, duhet të kontribuojmë me godit në një shenje, se duke gjujt mbi grumullin e plumbave zvrasim asnjë. Ne kemi vetëm një mal korrupsioni, nepotizmi, tradhtie për të shembull, e cila është vetëm shtylla e kryeministrit ku janë lidhur të gjithë litarët e të zezave të Shqipërisë. Që nga tani mora vesh që do e njëjta situatë sikur këtu në Zvërnec, ka filluar me ndodhë në Talet Lezhës,
me shkatërru edhe gërderën e lumit matit, sikur shkatërru plazhin e Patokut atëherë, po ne sa histori e gjatë. Por duhet ju them që ne pa urzu kjo qeveri s'ka kërkush sepse mendon më gjatë. Ne duhet vendosim forcat për pjekjet tona me rrezu qeverinë dhe pastaj qeveri teknike me shqiptar të mirë, jo me ish drejtora, jo me ish ministra, jo me ish të mos bëhet ai gabim që u bën 92-94, kur pjesa më e fllihshme e Partisë Punës e krijuar nga Partia e Serbisë, formoi, lindi dhe nga mitra për gjakur asaj partie serbo-komuniste, jo ruso-komuniste, po më keq serbo-komuniste, dolën këto parti që ne përfundirim këtë ditë. Nuk mund të themi që kem pas demokraci, unë jam, prandaj ju them që ti kontribuojmë sa më shumë që ti kun qeveria, pastaj mund të flasim për gjithçka. Rama është mjeshtër dhe po e shkëput vëmendjen nga djallëzia kryesore që është projekt ligji për shitjen e tokës bujqësore të huajve, që është shitja e Shqipërisë praktikisht, tek këto vogëlsirat e tjera. Kjo është thelbi dhe protesta, folësit në protest duhet jenë elokuent dhe duhet i qëndrojnë boshtit. Boshti është shitja e Shqipërisë. Kjo është dhe rreziku që tha Gjergji është përfshirja e grupeve të majta, e disa gjoja ambientalistëve që ata vinë me program për ta përça protestën. Ne duhet kemi kujdes. Armik e Kobit. Po së dëgjoja i zyrtari aty që është Atë kjo duhet bërë para parlamentit. që i ka zënë ndërmja myk në kokuk. Po dhe ajo edhe ajo e bën diferencën. Nga e hëna në të premte ata punojnë, ikin shtëpi, pin kafen edhe ne përtasin. Nuk tundet Rama nga kjo. Po ka dhe një problem, sepse tu të kesh parasysh që ti ka... Për fjalën Goresa Pikla, nuk ka asnjë gjë konkrete. Unë jam për objektiva konkrete, taktike dhe strategjike. Taktike do të thotë që të mbledhemi të grumbullojmë sa më shumë njerëz aty dhe t'u bëjmë të qartë se pse mbledhemi dhe çfarë duhet bërë. Strategjia është që të përmbyset kjo klasë politike në themel dhe s'kanë qenë në pushtet nga viti 45 edhe sot e kësaj dite të përjashtohen nga sistemi politik qeverisë i Shqipërisë, të ndryshoj kodi zgjedhor me themel, të ndryshoj kushtetuta të bëhet e re, të qaset elementi që ka ikur jashtë shtetit, djem, burra, gra dhe vajza të reja, dhe objektivi strategjik është bashkimi kombëtar. Do me thënë, Kosovë, Maqedoni, Malizi dhe në fund Çamëria. Se për Çamëri si kur su vjen zëri njerëzve, u duke si një gjë e pamundur. Jo më bëhet që s'keme të. Po të bëhemi shumë, urdo? Me ke mendimin tonë, nuk flas me mendimin tim. Dhe unë mendoj që interesi kombëtar është ai që të bashkohemi, se ndryshe do na zhdukin siç na kanë zhdukur deri tani. Do na shkelin siç na kanë shkelur deri tani. Dhe po tjetër për Kosovën janë shumë më trima dhe shumë më aktiv se neve. Dhe shumë më të vendosur se neve. Ne jemi të përçar. Neve na kanë përçar ata spionazhi grek, serb, rus, dreqi me të birin, por ka një ngëç që ka ngelur në diskutime dhe në fjalimet dhe në folsat që dalin atje dhe flasin vazhdimisht. Shoh që asnjëri nuk e zënë në gojë fakti që Shqipëria, ose më mirë me thënë, kjo qeveri kuislinge, që s'ka asnjë të përbashkët me shtetin dhe popullin shqiptar, ka bërë marrëveshje sekrete që në Shqipëri të realizohet plani hebre i vitit 1923. Tani jemi në ditën më të zezë dhe klasa që po e çon Shqipërinë në dekadencë të plot dhe në shitje është kjo klasë politike që qeverisë sot. S'ka në Shqipëri të majtë të djathtë, s'ka opozit. Është një pushtet dhe është pushteti i trashëguar nga Enver Hoxha. Janë pata komunistë, djemtë e tyre dhe niprit e tyre. U pastrua drejtësia nga njerëzit e komunistëve shqiptarë. Kolegët avokat këtu besoj se e dinë shumë mirë që në drejtësi s'ka më jurist, gjyqtar dhe prokuror të pambarur. Janë të tërë të lidhur me Partinë e Punës.
që ishin të palidhur me Partinë e Punës u përjashtuan. Konkluzioni i bisedës time është kjo se unë po të vazhdoj deri nesër. Objektivi i protestës duhet jetë lufta kundër kësaj kaste politike, anullimi marrëveshjeve, çfarë do lloj marrëveshje që ka bërë Edi Rama, ky tradhtar, ky kuislin, ky fytyrë e urryer e këtij populli, ky kloun cirku që del njerë, palaco njerë, qesharak njerë, rrugaç, nuk merret vesh se ç'është. Pra është një masë amorfe e të tëra veseve që mund të trashëgojë një shoqëri dhe t'i dalim zot vendit. Zuar ndoshta se di, të paktën ai është vetë në brendësitë kësaj, ai interesohet vetë për shitjen e tokës, ai interesohet u blloku llogaria, u zhblloku llogaria. Kjo do të thotë që ai është në brendësitë të çdo transaksioni që bëjnë ata. Këtu çfarë më shqetëson mua, nuk lejohet shitja e tokës shqiptare të hujve. Si mund të marrin 450 hektar, 2 njerëz nga Katari, që nuk i qas asnjë në Evropë, që kanë damkën në të gjithë Evropën, që unë kam marrë informacione që janë njerëz shumë të rrezikshëm, dhe të marrin 7 kilometër det, 450 hektar, sepse do të keni parasysh, nuk është Ivanka aty tek Zvërneci. Ivanka përdor vetëm emrin, që do të thotë, përdor reputacionin e saj dhe Rama e Berishën përdorin me emrin e president Trump, me qëllim që të zhvasin 450 hektar tokë pikërisht këta të tjerët, dhe këtë po e bëjnë transaksioni që po bëhet nga mafia në Shqipëri në bashkëpunim me politikën. Këto hektarë të tokës, ta dini ju, pak këto që janë juristë e din shumë mirë, nuk janë me dokument kadastral fare dhe nuk janë fare me dokument dorëzimi toke, por janë të vjedhura nga një fort që rri në Amerikë në bashkëpunim me klasën politike dhe ajo që është më e rënda, ai ka fut kadastër prona të cilët nuk shiten, nuk blien, nuk privatizohen. Si mund që është për t'u arrestuar direkt prandaj dhe nuk bëni dorë që të gjitha ata kadastrës Vlorës, sepse nuk e lejon ligji që ti të bash Rërën, Kënetën, Lagunën, Pyllin e Rërës, të gjitha këto dunat dhe ti bësh pronë private. Kjo është ajo që na ka shqetësuar ne, sepse në momentin që një privat këtë e bën të vetën dhe ja shet një kompani të huaj dhe në bazë ligjore mbi të cilën e dini ju, ai ka bërë që këtë me një ca ligje të investitorëve strategjik, ai e merr në emrin e kompanisë tokën. Dakord? Mirë, po toka e ka lënë këtyre nga Katari dhe ti hajde ti heqësh më tokën aty. Më kupton? Tani nesër me 7 kilometër det, me 450 hektar, me një aeroport që është afër dhe aeroporti Pacollit është pikërisht aty. Me Sazanin përballë, i fut dhe Karabrunin, ne i morën fund, iku gjiri. Kaq ishte. Tani, jo më fal, plani i tyre është ky. Plani jonë është që ne s'do t'u lëm këtyre se sigurisht, nëse nuk lëm këtyre ne morën fund si komb. Nuk ka këtu prandesh mobilizuar gjithë kombi shqiptar. Kjo është për herë të parë në historinë e Shqipërisë pak të 100 vjeçare të fundit, që ne kemi një mobilizim kaq të madh diaspora, të gjitha ato pse kombi është në rrezik ekzistence. Sepse unë shoh qëllimisht prurjen e popullsive nga Azia dhe nga Afrika. Kjo është shumë e rrezikshme për kombin. Kuptoni nuk kanë asnjë pengesë. Vinë masivisht tu te ne ku të gjejmë punë, as nes po gjejmë dot punë në raport me ta në fushën e turizmit. Kjo do të thotë se ka një dorë këtu mbrapa që po i rregullon këto gjëra. Dhe mërzitja e rinis, dëbimi i saj, rënja e arsimit, dhe pas e për të flasim pasandaj, që kjo më intereson mua, që është çështja kombëtare që kishte para fare që na bashkon të gjithëve ne, që iku Avdeu ikët në sekond, nuk ka më lufta për detin e Shqipërisë, shkon deri luftë botërore. Lufta botërore është për Durrësin, për Vlorën, për gjithë detin e Shqipërisë, lufta e parë. Tani edhe për Sazanin, ne dim sa e rëndësishëm është strategjikisht dhe ushtarakisht. Gjithë lufta bëhet kush kontrollon Sazanin, kontrollon Adriatikun, kontrollon ata në Evropën, kontrollon edhe këtë mesdheun. Porti më i rëndësishëm, i gjiri më i rëndësishëm mesdhe, Austria me Italinë atë kohë çunin pikërisht Vlorën dhe Sazanin dhe mos pandeli, se në këtë protestë që po bëhet nuk ka dorë Italia, Baeja, Austria, tjetri të gjithë kanë alarmuar e gjithë bota. Për të thënë vërtetën. Pra kjo është ana që na ka bërë ky. Tani vimi nga ana e brendshme. 35 vjet të dashës do ta mbyll ky popull pa vetëm persekutim më keq se Enver Hoxha. Sepse hajde një parti hiq nga puna të partisë tjetër. Hajde një parti, pse këta që po hiq nga puna ti nuk janë shqiptar, këtu nuk ka pikën e ndërgjegjes dhe të sedrës për ta parë shqiptarin si vëlla. Ne jemi agresiv dhe kafsh me njëri tjetrin më burr. Dhe kush e ka fut këtë vllavrasje në prizëm, e futur dy partitë e mëdha. Dhe jo dy partitë e mëdha militantë e tyre, jo, kryetarët e tyre të shmendur. Dhe sot, kush janë fajtorë? Të dy ata janë prap fajtorë. Që nuk ngritet një ekonomi tregu. Bën ti do tregti sot në Shqipëri? Po ti dhe banane nuk shet dot Shqipëri pa leje. Pa që militant dhe pa që patronazhist. Bën do ti ore 1 të dalësh të shesh rrugë nuk të lënë. Ta dish. Se kam plot që duhet bëj një biznes të rinj dhe nuk i lën. A ti bën dot karrierë ti këtu? Po su bëre si Zeqineja? Nuk bën dot.
Dakor? As politik nuk shkon dot. A bën ti dot një gjë në Shqipëri pranë edhe zhgërinia, nuk bën dot. Plus këta po të qesin, edhe çfarë është rëndësishme dhe duhet ta mbyll prona. Prona pse edhe njerëzit e ngritur edhe për pronën. Ndaj të lutem, ne kemi kadastrën në varësi direkte kryeministit. Po, që bëni 13 drejtor ka përdorëse se nuk bëni dot to veprimet, se e din që shkonin në burg. Edhe ata nuk firmosin dhe prandaj e mori kadastrën atje. Prona e Bregdetit është pothuajse e gjitha e vjedhur. Do t'u them vetëm diçka. 1 kilometër nga deti në kohën e Zogut nuk kish pronë private. Ishte me ligj. Pra ku mbaronte rëra, e 1 kilometër të shteti e mbyll. Pisha është e imja dhe madje më kanë thënë që ata të pyllin atje në kohën e Zogut është mbjell. Dhe Zogu dhe kush pati e shpronsoi dhe e mbolli. Tani, kur në kohën e Zogut dhe kur e di që ajo është zonë e kategorisë parë, lëri kafshët e shpendët e tjerë që janë atje, si ja jep, ku t'ja jep, më kupton? Dhe ky Bregdeti kështu është rrjoll, kështu është porti, po porti Durrësit për zotri. Po porti Durrësit mos zotri. Kjo është alarmante, ka mbyllur korridorin 8 Belinda Balluku. E kupton që su ndjen njëri, çoj portin 3000 vjeçar, 4000 vjeçar, 5000 vjeçar për të bërë pallate pikërisht këta, jo ai drejtë Alabari, këta që po u fundosen atje. Kjo duhet anulluar dhe Amerika e ka kërkuar dhe tre dhe nuk kemi anti-amerikan, ne jemi pro-amerikan, ne jemi kundër pushtimit vendit ton, nuk kemi kundër zhvillimit, ne jemi pro zhvillimit, po zhvillim do të thotë han shqiptarët, jo të han vetëm 5 njerëz, sepse këtu është bërë që gjithë Bregdeti por zotri duhet të vjetë një fond sovran, siç tha, që në fondi sovran të shkojnë gjithë pasuritë dhe të kthehet siç e ka Norvegjia për naftën e për tjetër. Këta pse s'duhet han këta njerëz? E kuptojnë që 50% e parave tona janë pikërisht nga prona publike, ku e ke? Ta ka vjedhur tër Bregdeti me dokumenta falso. E të gjitha këto dosje, ne që jemi juristë dim, një dokument ke, ne që jemi juristë, nuk ka nevojë të hapësh fare, hap dokumenti kadastral, shiko dosje. Ka ky zotria dokument 45-46 e këtej për dorëzim prore s'ka. Hiqa, si mund të marrë 500-600 hektar tokë në Bregdet. E gjitha është pronësim që është për popullit shqiptar. Është prona juaj, doni ta blini pronën Bregdeti mos zotri? Shko Sazan, jep lekët blije. Bo dhe ti port, bo dhe ti. Jo, këta duhen marrë 500 hektar, 600 hektar, 1000 hektar me dokumenta falso, edhe pasante ashtë shesin miliona euro te Katari, ku di unë ku e kanë qitur tjetër. Pra, ky është problemi. Edhe prona private për tarë dhe duhet ta mbyll sepse ky është i problem që e ngren njerëzit. Pse u bë ligji 751 se unë kam problem e një nga kohë e Turqisë. Dgjoni dhe duhet ta them sepse ka shumë rëndësi nga ana e ekspertizës. Se populli aty ka dalë edhe për këtë. Në 1912 kur Shqipëria mori pavarësinë, prona ishte e gjitha e sultanit, pra ishte pronë shtet. Të gjithë kishin një tapi përdorimi quaja. Kjo tapi e përdorimit nuk shite dhe blije prona. Pra kalonte të drejtën e përdorimit sepse sultani nuk ta lejonte, nuk ishte pronë mirie që quhet private. Në 1912 u kërkua nga Ismail Qemali, u kërkua nga Noli, u kërkua dhe nga vetë Zogu të bëjë reforma agrare, që të shpërndaj toka e shtetit njerëzve, nuk u shpërnda. 5 feudal, Toptani, ky, ai, tokën që patë përdorim, me statusin e vitit të kaluar pronësi. Këtu fillon problemi pronës Shqipëri. Dhe njerëzit nuk e thonë se ti po shpërson, sot po paguon prap lek për Toptanët e për tjetrin që kanë qenë bashkëpunëtor turkut. Te situatë që ka Shqipëria, çdo problem i veçantë është i gjithë problemit, ose e ka esencën e gjithë problemit. Këtu, nëse po e them në mënyrë mjekësore, Shqipëria ka rrezikuar me kalum peritonit. Është drejt në kufit e ekzistencës. Pra ne kemi të bëjmë me një grup bandit që ka punu prej kohës, ka arsye historike, të themi më mrapa, se pra ne dhe po punojmë për çështjen kombëtare. Ne këtu jemi që t'i vëmë shpatullat kësaj pune dhe ta nxjerrim aty ku duhet. Për Edi Ramën dhe me gjithë bandën e vetë që ka atje, duhet kuptojmë gjë, që asnjëherë e keqja nuk ka triumfuar. Gjithnjë ajo ka dështu, ato kanë marru moralisht dhe mund të fund të ikin edhe fizikisht, edhe nga qeveria. Nuk kam dyshim fare për këtë dhe mos ja lidhim thjesht problemeve teknike, edhe pse natyrisht do të jemi shumë të mirë organizuar, si ta them, kjo është. Ke pjesa ranore, te Këneta dhe ke Laguna, na doli për narë. Kush ka qenë ky budallas që pas ka blet tokën atëherë? Pra, ne duhet jemi të qartë, duhet kuptojmë një gjë, që ky investim me Llaç edhe me Tulla dhe me punëtor shqiptar nuk hapset na i bëjnë të huajt ne. Sepse Llaç e Tulla ne mund na i bëjnë shumë bukur Zamirmane me Salillari që janë këta. Firmat e ndërtimit që kanë bërë kreveta. Po të shikosh Green Coastin e ku dion, shikoj gjitha janë mrekulliera janë. Mund t'i bëjmë akoma më të bukura, sepse i ke shif fundja kopjo botën. Ashtu, problemi qëndron që ne, duke qenë të qartë, që si mund ta zhvillojmë ne vetë. Fondet sovrane, bota i ka përdorur me kohë. Në mënyrë speciale i ka përdorur Arabia Saudite që çfarë zhvillimi ka sot.
ne fondi sovran, ne shqiptarët pse mos ta përdorën? Shikoj t'ju them një shembull fare të tjerë. Sikur 2 milion shqiptarë, emigrantë, kryesisht emigrantë që atyre ju zgjen edhe kështu. Ty thuash, do paguni 5.000 lekë në vit. 5.000 lekë, vetëm 5.000 lekë në vit. 2 milion shqiptarë, po 2 milion herë 5.000 lekë bëjnë 10 miliardë. Dhe në 5 vjet bën 50 miliardë. Goca ati burrit do investoj 6 miliardë. Edhe Edi Rama për këto 6 miliardë zhvishet lakurish. Kur ne mund të investojmë 50 miliardë, ne si popull, po të bëjmë një fond sovran, ne jemi një shtet shumë i pasur. Ne fondi sovran mund të kapim, po diun, rafineria e naftës, atë minierë në bazë, mund punoj një vit për fondin sovran. Gjithë ato lekët e naftës, ja çojmë fondin sovran dhe ne e bëjmë Shqipërinë. E bëjmë e përmbysim, e bëjmë Makao e Europës. Pra, ne duhet jemi të qartë, e duhet me a shpjegu turmave të gjithë që kemi mundësi. Unë për këtë... Jo turmave, populli. Populli, bravo Zeqa. Jo turmave. Unë i kam kërkuar disa herë, po zëri im është i pa njohur, apo të? I kam kërkuar Edi Ramës ballafaqim në televizor. E marrë këtë përsipër. Le të marrë ai 50 profesora, edhe të më marrë mua në debat. I kam thënë Ardit Bidos. Ardit Bido është mbrojtësi i investimeve të huaja edhe shumë intelektual tjerë gërthasin ne jemi për investimet të huaja. Jo, ne jemi fare për investimet e huaja për dhatë shtullave punëtorë shqiptarë. Ne jemi për kapital, hajde bjerë një uzinë që prodhon celular, hajde bjerë një fabrikë, një uzinë që prodhon tanksa, për të mbrojtur. Na bjerë këtë të neve. Na bjerë teknologji, që neve kemi Mira Muratin, është shqiptare e jonë. Hajde afrojmë, ti themi, hajde këtu, edhe ndërtoj një fabrikë, fut 2.000 punëtorë këtu. Për këtë kemi nevojë, për këtë investim kemi nevojë, nuk kemi nevojë ne për na marr tokën, nga tokë shqiptare na e kthen. Pse më kaq budallë jemi ne, nuk e kuptojmë që ai Ivanka nuk vjen për të bërë investimin. Se dhe po e bëri investimin ajo, ne do jemi që të gjithë të pa mundur për të shkuar atje, se nuk ka asnjëri nga ne 3.000 euro nata. Dhe e merr ai afgani dhe e rusi, edhe të gjithë nacionalitetit, kam unë 4 familje ruse në pallatin tim, që zin as i fjalë shqip. Ne po bëhet protesta. Kështu që Elena Kocaqi unë s'dua ta përsëris se i ra e bëri atë e vuri in pikën mbi, faleminderit, se për këto i e njishti, dhe që të sqaroj një gjë. Kennedy, presidenti Kennedy ka thënë, ata që e bëjnë të pamundur revolucionin paqësor, do me thënë ndryshimet e shpejta, do ta bëjnë të pashmangshëm revolucionin e dhunshëm. Pra, revolucioni do të thotë ndryshimet të menjëhershme. Evolucioni, ne duhet presim të gnadaj, sa të piqen kushtet, sa ta marri veshe dhe i futur. Jemi në revolucion, i duam ndryshimet e shpejta. Nuk duam të shpikim vezën. Veza shpikur, kemi shëmbujt në vim nga vëndet demokratike, Kanadaja, Amerika, e dim se si funksionon një shtet demokratik, po si do arrihet ky qëllim? Që mos mërziten njerëzit, që mos përçahet, fillon vera, fillon futbolli, këto janë shqetësimet. Dhe njëri më bëri, Ira, si e shikon ti Shqipërinë e re që të bëni thirrje ju Shqipëria e re? Edhe i thash, shumë thjesht. Fillon qysh nga zgjedhja e fjalorit. Jo me sharje, jo me ofendime, jo me mallkime, këto sjellin të gjitha energji negative në vendin tonë. Duhet pozitiviteti, duhet mbështetja. Një nga kërkesat tona kryesore duhet jetë që për gjërat madhore që i ndikojnë gjithë secili nga neve, duhet të jetë referendumi popullor, duhet vendoset ajo, siç e ka Zvicra. Kush je ti o vlla që merë përsipër, vërtet, një herë një kohë për të mbajtur aleancat, bëheshin martesat mreti me mretin e vendit tjetër, tashi ky jep tokën sikur ta ketë nënës e të babës. Jo vlla, kë ke pyti? As parlamenti se ke pyt, as këshillin e turqve nuk e ke pyt, me ligj nuk të lejohet, po kanë falsifiku letrat. Po kanë forcën. Edhe një komunikim që kishte me gazetarën në Strasburg, dje që më pyese se si filloi protesta, se unë di çka filloi protesta dhe kush ka qenë kur. Di gjithë se me këta njerëz gjithë ditën. Rreziku më i madh është se protestën
po na e mbajnë gjallë rinia e Tiranës. Edhe njerëzit e mirë të Tiranës e këto i falenderoj. Në qoftë se në protest element që po afrojnë protestës, dhe unë kom dhe debat aty ke mikrofon që turën për të fol atje. Këta njerëz po na larguan rinia e Tiranës dhe njerëzit e mirë të Tiranës ju falenderoj nga zemra për të që po bëjnë, se ne na ka tregë zvarr 7 vjet rresht. Zvarr na kanë tregë në për Tiranë, sa kemi shkuar për Biruca. Një vit e gjysmë me detyrim paraqitje, se kam do të thënë që jam njëri që më kalon palç dhimbjen e këtyre. Na kanë thënë pikë në ujë në fshat. Kanë qenë ta njerëz të mirë aty na kanë nderuar. Qose na largohet rinia e Tiranës dhe njerëzit e mirë të Tiranës nga protesta, ne kemi marrë fund të ndalë zvarr se të rrek prap edhe 10 vjet tjera. Çdo ditë aty bën komand dikush tjetër që se njohim fare. Dhe vjen dhe merr mikrofonin, thot kush që tjetër shtyr. Kjo rrezikon protestën. Ma kanë bërë 2 herë mua. Unë kam qenë ditën e dytë të protestës që njerëzit do ngjiten tek shkate e ministrisë, dhe marr megafon tash policia ndërhyj se ka prishin protestën. Ne s'na fort këtu. Edhe që është shumë të vogël, se ne me dhunë kanë zërin dot. Me dhunë ne s'dum na theshtatër. S'dum ni si janari. Nuk dum to. Prandaj kjo protestë nuk do të marrën. Protesta rrezikohet nga element që futen pa pas kontribut. Populli, shikojnë, rinia është ngritur, ka shkuar aty ku nuk mban më. Unë mendoj që do ta përkrajmë këtë rinin pa rezerva. Mos jemi obligator neve ç'a i ndodhi këtit. Le të më ndodhi mua që jam 70 e kusur vjeç. Jo t'i ndodhi këtit djaloshi. Kush janë këto kërkesa, ne duhet i gjejmë. Ose të na i thot populli, ose të mund t'i artikulojmë ne me kërkesat historike që ka pas populli deri më sot. Nëse ne artikulojmë kërkesat siç duhet, në çfarë lloj mënyre domethënë, nuk ka rëndësi siç duhet, atëherë ne i japim shkas edhe qeverisë që t'i rregullojë këto kërkesat tona, t'i japi zgjidhje, ose ndryshe t'i japi ndërheqjen. Pasaj planin e protestës, se si do bëhet, se si organizohet, ne jemi gati për çdo lloj thirrje që do jetë atje për ta kontribuar në thirrjen për çdo ditën natën. Pasaj janë ata organizatorët ata që kanë marrë përsipër, që kanë mbledhur miliona e miliona njerëz atje. Jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Europën, në Amerikë edhe në Kanada. Ndërheqja e qeverisë, largimi i kryeministit dhe kabinetit qeveritar. Shfuqizimi i statutit për investitorë strategjik, anullimi i kuadrit ligjor që favorizon këto investime dhe përfshir projektet në zonat mbrojtëra si rasti i Zvornecit. Kështu e kanë formuluar zotëri. Unë po lexoj çka kanë formuluar. E treta është shfuqizimi i paketës së maleve, anullimi i vendimeve ose ligjeve që prekin dhe rregullojnë zonat malore. Pika 4 është anullimi i koncesioneve të PPP-ve, korruptive dhe ndalimi i kontratave që po dëmtojnë ekonominë dhe buxhetin e shtetit. Pika 5 është masa konkrete për rrogat dhe pensionet. Dhe përmirësimin e nevojshëm i tyre. Çka ndodh tash i nderuar? Këta i kanë formuluar ta pika dhe i kanë shpallë në milet, domethënë në njerëz. Nga pika e parë, 4 pikat e tjera ka një diferencë. Pra, nëse dërhiqet qeveria. Kush i bën? Të lutem, një minutë, të lutem. Po shpejt do ta them, vetëm keni të bëj. Unë edhe kur fola më hyn edhe prisha atë sensin e asaj. Do kalohet te pika e dytë që është problemi i qeverisë apolitike. Pra, nuk mundemi të zëvendësojmë një qeveri të dërhequr, po këto partitë të thojnë e bëjmë ne qeverinë teknike. Jo zotëri, s'ke, po kesh pa klap. Pa nisi të lutem,